Njerëzit xheloza janë njerëz të rrezikshëm. Sa ato vetë se kanë mundësinë që mundën edhe me të bëu hala më keq. Ato vetë si janë të fuqishëm bineve, sa ato dojnë me të bëu ti edhe keq. Ta dini shumë mirë që nëse kena njerëz që janë rrethin tonë, në shoqërinë tonë, ndoshta edhe në familjen tonë, që kanë xhelozi të madhe për neve, ta dini se ato njerëz janë shumë të rrezikshëm. Sa ato vetë se kanë mundësinë që mundën edhe me të bëu hala më keq. Ato vetë si janë të fuqishëm bineve, sa ato dojnë me të bëu ti edhe keq. Njerëzit xheloza janë njerëz të rrezikshëm. Njerëzit xheloza për ka e keq, as po folja për xhelozinë e hajrit që tregum. Njerëz janë xheloza veç mos me të pa mirë, veç mos me të pa ti të udhëzuar, veç mos me të pa ti të ngrit në aspektin arsimor, veç mos me të pa ti të ngrit në aspektin, material apo ç'është në aspektin financiar. Ki bo shtëpi, pse bën shtëpi? Ki bo pare, pse bën pare? Ki arrit një dituri caktuar, pse e bën diturinë e caktuar? Ai është e kundërta jote. Por çata sa më larg njerëzve që kanë xhelozi. Allahu na rujt neve, juve, gjithë secilit prej juve, prej xhelozave që i kena rrethin tonë. Allah na mundsof që xhelozat të jenë sa më larg rrethit tonë, se ato veç nuk e kanë mundësinë, se me mishë e me shpirt na kishin bota. Për këtë arsye, li me pat kujdes prej xhelozave, edhe me rujt vetën, duke i bë duat e pejgamberit alayhis salatu wasalam, që janë disa dua, qysh Allah azza wa jall me të rujt prej syrit keq, me të rujt edhe prej atyre që kanë mendim me të bë keq prej xhelozisë që e kanë zemrën e tyre. Andaj kërkoni mbrojtje prej lutjeve të pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe mbështetje tek Allahu azza wa jall.